لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, çdo herë kur shohim apo kur jemi para ndonjë date, qoftë që merret si festë zyrtare apo datë historike, ndërlidhet me domethënien e saj. Me atë sepse kjo datë ka mbetë si datë historike, çka ka ndodhur në atë ditë, në ato momente. Një maji që shënohet sot në kalendarin e vitit 2026 llogaritet dita e punëtorëve. Ata të cilët e shfletojnë dhe dojnë dinë rreth kësaj date, menjëherë kanë me kuptue se kjo datë apo në këtë datë para një shekuj e gjysmë afërsisht ka pas do thot një revolt e madhe, protesta dhe demonstrata të klasës punëtore për të ngrit nivelin e dinjitetit të tyre, për të largue nga ajo skllavëria që ka mbretërue deri në atë kohë e klasës punëtore, apo ndaj klasës punëtore, për punë të rana që i kanë pas, e pagesat e pakta që ja u kanë dhënë për ato punë, dhe kështu me radhë, dhe do thotë kjo datë shënon fitoren e disa të drejtave që i kanë kërkue klasa punëtore. Në këtë rast, në këtë moment, në këtë shënim të kësaj date, është mirë që ta ndërlidhemi edhe me konceptin islam rreth punës, rreth punëtorëve dhe rreth rëndësisë dhe vlerës së asaj që porosit Allahu xhelle xhelaluhu në lidhje me punën, me dhënien e punës dhe me marrjen e punës. Pasi që Islami është sistemi jetës për besimtarin dhe ai në asnjë mënyrë nuk shkëputet, Islami në asnjë mënyrë nuk shkëputet nga jeta e muslimanit dhe nuk mund në asnjë mënyrë besimtari që ta bëj atë prerjen apo atë ndarjen mes kësaj bote dhe botës tjetër. Janë të ndërlidhura mes veti që ato nuk mund të ndahen, sepse për me fitue ahiretin duhet punë këtë dynjë, duhet angazhim, duhet sakrificë, duhet me ulodh këtë dynjë me punue për me fitue ahiretin. Andaj kur flasmi për konceptin e Islamit në punë, në dhënien e punës, në marrjen e punës,
Vetëm ta mendojmë se jemi të folë, edhe të bisedu për disa koncepte dhe rregulla rreth punës, të cilat janë të vendosura para 14 shekujve. Janë të vendosura para 14 shekujve. Ndërsa ne, kur e shënojmë një datë historike të punëtorëve, do të jemi të folë për një datë që ka ndodhur para një shekull e gjysmë. Do ndallimi madh është mes atyre viteve, shekujve, që janë vendos rregulla stabile dhe strikte të punës punëtor, punëmarrësit, punëdhënësit, dhe mes asaj revolte që është bë para një shekull e gjysmë për të kërkuar njerëzit të drejtat e tyre në aspektin e punës. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an apo koncepti islam është se puna, të nderuar vëllezër, në islam nuk është vetëm një mjet jetese, e as një mjet për ta garantuar një ekonomi më të mirë apo një jetë më të mirë njerëzit. Mirë po, puna në islam llogaritet ibadet, llogaritet adhurim mbi gjitha. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu ka premtuar në Kur'an për shpërblimin e punëtorit. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dhe punoni se punën e juve ka me pa Zoti, ka me pa i dërguari Allahut dhe besimtarët. Nuk është për qëllim vetëm ajo anën fizike me pa të punës. Mirë po është për qëllim me pa edhe bereqetin e punës, edhe shpërblimin kur ti ta marrësh për punën që e ke bëhe me nder dhe me respekt që e ke bëhe në këtë dynja, shpërblimin që do ta marrësh tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. Jo vetëm kaq, mirë po Islami punëtorin e mirë, punëtorin e sinqert, dhe punëtori i cili është besnik në punën e tij, e ka ngrit në shkallën e pejgamberve, apo e ka bashkue me pejgamberët, me njerëzit e sinqert dhe me dëshmorët. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tregtari besnik dhe i sinqert në ditë kiametit është me pejgamber, është me njerëzit e mirë sinqert dhe është me dëshmorët, me shahidët. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thotë, nuk ka ndonjë musliman i cili e mbjell një fidane apo një bim, e që nga ajo bim han njerëzit, han kafshët, han shpezët, e që mos ta shpërblej Allahu Gjelle Gjelaluhu për atë punë që e ka bërë. Ndërsa në një rast, në një moment, erdhi e pan shokët e pejgamberit, në praninë e pejgamberit, e pa një njeri që po kalon asajt me dur shumë të vrashta, prej punës madhe, prej angazhimit të madh. Lodhja në punë vrehej në fytyrën e tij, në trupin e tij. U çuditën me angazhimin e madh në punë. I thanë shokët pejgamberit, thanë, sikur të ishte kjo në rrugën e Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ai i cili del nga shtëpia vet, me fituar rizkun për evladin e vet, është në rrugën e Zotit. Ai i cili del prej shtëpisë vet, me fituar rizkun për prindët e vet, mu kujdes për ta, është në rrugën e Allahut. Ai i cili del prej shtëpisë vet, me pavarësue veten e tij, me fitu për veten e tij që mos mu bot barë dikujt, është në rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu. Ndërsa, ai i cili del për dëftërsi, ai i cili del për vetëmburje, ai i cili del me u krenue para tjere, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është në rrugën e shejtanit. Nëse të nderuar vëllezër e shohim edhe e lexojmë historinë e pejgamberëve të Allahut, kemë me pasë asnjëri prej pejgamberëve të Zotit nuk është ushqyje dhe nuk ka mbijetue nga misioni që e ka pas. Dhe ju e gjeni në Kur'an
fjalën që këtë pejgamber të Zotit e kanë thonë, o ma es'alukum alejhi min ajrin in ajriya illa ala Allah. Ka thonë, dhe këtë pejgamber kanë thonë, nuk po ju lyp me juve shpërblim. Me misionin që e kemi dhe thirrjen që e bajni, shpërblimin e marrni tek Allahu xhelle xhelalu. E qysh kanë jetuar pejgamber të Zotit? Ata janë kanë njerëz sikur na, kanë pas nevojë për ushqim, kanë pas nevojë për vendbanim, kanë pas nevojë do të thotë për gjanat elementare të jetës. Transmetohet se cili prej tyre ka pas një zanat, e ka pas një profesion që prej atij profesioni ka me gjallë. Edhe ka jetuar edhe ka punuar. Thuhet Ademi a.s. ka qenë bujk, Nuhi a.s. ka qenë zdruktar, Salihu a.s. ka qenë tregtar. Pastaj do thot Ibrahimi, Luti, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Musa a.s. do kanë qenë do thot tregtar dhe kanë jenë marrë me të bjellura dhe po ashtu do thot disa prej tyre kanë pas edhe kanë qenë çoban. Do nuk ka pas pejgamber të Zotit që nuk e ka pas një profesion. Kjo tregon se besimtari duhet që të angazhohet dhe në asnjë mënyrë nuk guxon besimtari që të jetë mbetet parazit dhe mbetet do të jetojnë në kurrizin e tjetrit, mbetet pa ndonjë punë, mbetet pa ndonjë profesion, mbetet pa ndonjë zanat, pa ndonjë angazhim në këtë botë. Ashtu edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë vepruar. Shumë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë pas profesione dhe punë ndryshme të kësaj dynjaje. Megjithatë, mesazhet e Zotit edhe mësimet e Allahu xhelle xhelalu i kanë çuë në vend dhe i kanë ndihmuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të nderuar vëllezër, Islami përveç që ngrit lart vlerën e punës si punë dhe besimtari duhet që të jetë aktiv në këtë dynja, të punojë dhe të lodhet, se rezultati dhe ngritja dhe civilizimi i një shoqërie vjen vetëm nga puna që e bajnë. Nuk gëzon në asnjë mënyrë besimtari mbetet kopra, mbetet demel, mbetet përtac, i paaft, neglizhent. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej lutje më shumë që i ka bë ka thënë o Zot, ruajmë prej paaftësisë, ruajmë prej neglizhencës, ruajmë prej përtacisë. To janë lutjet e shpeshta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Islami rregullon, përveç se që tregon për vlerën e punës, rregullon edhe raportet mes atij i cili jep punë dhe mes atij i cili merr punë. Ai i cili merr punë që ka të bëjë me punëtorin, duhet t'i ketë disa cilësi, të dallohet. E para do thotë është se duhet ta zotroj punën që e merr përsipër. Ta di punën me bë mirë, në mënyrën profesionale. Allahu e don një rob i cili kur e bën një punë, e bën në formën më të mirë dhe në formën profesionale, kështu na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj të jetë i sinqert në punën e tij dhe të jetë besnik në punën e tij. Inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin. Allahu ka thënë kur ka përmend rastin e Shuaibit, takimi do thotë i Musait alayhis salam me këtë njerëz të mirë, që nuk do të thotë që ka qenë Shuaibi alayhis salam, i ka thënë vajza këtij njeriu kur ka dashur me shpërblye Musait për punën që e ka bërë, ka thënë shpërblyesi më të mirë që duhet ta shpërdesh atë i cili është i fuqishëm dhe është besnik. Është i fuqishëm, ka aftësi me kry punën që ai jepet dhe ka një uri do të thotë rreth punës që jepet dhe është besnik sepse do të thotë e bën punën me sinqeritet të plot dhe e bën punën në formën më të mirë dhe më të duhur. Po ashtu Allahu xhelle xhelalu ka rregulluar edhe raporte që kanë të bëjnë me punëdhënësin, ai i cili jep punë që ta respektoj dinjitetin e punëtorit, mos t'ja ul vlerën atij, mos ta pyej atë, mos t'ja ha djersën atij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur, ka thënë jepja mundin, paguja mundin punëtorit para se ti pjeket atij djersa apo para se ti terret atij djersa. Pastaj do mos ta nënçmoj, mos ta bullizoj punëtorin, wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum. Allah ka thënë mos ja humni njerëzve
vlerat e tyre. Ky është Islami, të nderuar vëllezër, që na rregullon neve çështjet e kësaj dunjaje, raportet tona me njëri tjetrin, sidomos në këtë çështje, në këtë temë, që më të vërtetë do thotë vazhdimisht është e ndihshme si temë, vazhdimisht flitet rreth saj, vazhdimisht do thotë ka fjalë për ngritjen e të drejtave dhe raporteve mes punëtorit dhe mes atij i cili jep punë. E këto nëse praktikojmë dhe zbatojmë atë që Zoti na ka porositur në Kur'anin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fjalët e tij, sigurisht se do të ndryshojë gjendja jonë për të mirë. Elusmi Allahun xhalla xhelaluhu që të na bëjë prej besimtarëve të mirë, të sinqertë, na bëjë punëtorë dhe të vishëm, ta fitojmë dynjan dhe ahiretin ashtu siç na ka porositur Allahu xhalla xhelaluhu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.